Gruaja më e votuar karshi zgjedhjeve të vitit 2025. Që ka dështuar 7 herë për të zgjedhur kryetare e kuvendit. Po argumentet të cilat kanë qenë, pra nuk përbëjnë asgjë faktike apo argumentuese, na e patëm edhe një proces paraprak, i cili gjithashtu e bllokoi, le të themi, çështjen e konstituimit të kuvendit, e cila lidhej me çështjen e verifikimit të mandateve, ku edhe ajo na humbi kohë pra në këtë proces, ku nuk pat asnjë argument politik, asnjë çështje politike të ngritur, mirë po vetëm si procedurë administrative e cila u bllokua dhe u dash edhe nga deputeti Dehari që të bëjë një thirrje në kuadër të një vetdije karshi këtij procesi dhe nevojës që ky të zhbllokohet. A shkohet në këtë takim nesër pra me një ide të kompromisit, apo jo? Sepse qëndrimet e partive të tjera parlamentare tashmë dihen, nuk e votojnë Albina Haxhiun. Përbërja e kryesisë është nga pozita dhe nga opozita, nëse mund ta quaj, pra tani të gjithë jemi deputet. Janë të ndarë procesi. Ne kemi të drejtën ekskluzive të garantuar nga kushtetuta, gjithashtu dhe rregullorja e Kuvendit të Kosovës, mbi propozimet tona, gjithashtu dhe ata e gëzojnë po atë drejtë. Do të ishte situate pafavorshme për dy anët, nëse ne arrijmë, le të themi, ta sigurojmë shumicën e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, e pastaj dhe ne të shprehim preferencat ose mos preferencat tona karshi propozimeve që mund të vinë nga dy partitë tjera. Andaj, nëse njëra anë arrin ta sigurojë pozitën, prap krijon një gërsh karshi konstituimit të kuvendit, sepse që të konstituohet, duhet konstituohet e tërë kryesia, andaj e kërkon pra që të ketë një farë lloji dakordance të përgjithshme karshi propozimeve të cilat i delegojnë partitë politike. Çfarë opsioni do të shkojë nesër? Pra vetëvendosje ju si partner me Guxon dhe Alternativën në takimin e nesërm, do të ketë kompromis këtu apo jo? Ndryshim të emrit të mundshëm të Albina Haxhiut, kandidatit tjetër apo jo? Ne kemi qenë shumë të qartë karshi propozimit të cilat e kemi dhënë dhe legitimitetit që gëzon kjo kandidaturë, karshi numrit të votave, ku elektorati ja jep një farë lloj validiteti dhe verifikimi kandidatin në raport me peshën e tij politike, qoftë në aspektin elektoral, qoftë në aspektin partijak, dhe gjithashtu duke qenë pra një grua e cila aktualisht, pra në konform zgjedhjeve të vitit 2025, pra gëzon mbështetjen më të madhe qytetare. Ky argument është i pamjaftueshëm për partitë e tjera parlamentare. Për PDK-n, për LDK-n, për AK-n, zonja Satoci, ja ta përfundoj. Nuk mund ta paraqykojmë, po ju më kuptoj mu që t'i japi unë përgjigjet e mia, kështu që po i parashtruat pyetjet, kështu që unë po tentoj që shfrytëzoj kohën që të përgjigjem. Patjetër, e keni kohën. Ne kemi pasur që edhe ka pasur aty këtu pra kandidat edhe nga grupe tjera politike të cilat kanë thënë që ndoshta mendojnë ndryshe, mirë po janë shpeshherë qëndrimet politike të partive dhe subjekteve tyre politike të cilat e paraqesin një bllokadë edhe për ta individualisht. Besoj që shtrimi i çështjeve në një rrethon e cila e krijon atmosferën e nevojshme që të ecë tutjet me proces, e jo mos kemi një rrethon ku potencialisht ne krijojmë shumicën për zgjedhje të kryetarit të kuvendit, kurse pastaj pra mund të përdorim të njëjtën metodë karshi preferencave tona se kush duhet të jetë i deleguar nga LDK-ja, kush duhet të jetë i deleguar nga PDK-ja. Kështu që mundësia pastaj për çështje të bllokadave ekziston nga dy taborët, po nuk besoj që ai duhet të jetë qëllimi jon. Ne jemi aty pikërisht të marrë në çështje të cilat janë më të rëndësishme, sikurse çështjet e sigurisë, çështjet e buxhetit, çështjet e ekonomisë, e rrethonave të tjera të cilat janë edhe të një sensitiviteti të kohës edhe rrethonave politike, gjeopolitike, dhe ne jemi aty për të shërbyer qytetarit. Kështu që besoj që të merresh të parasysh do të kishte konsiderim që në fillim të Kuvendit të Kosovës, por zonja Satoci. Mund të paragjykojmë, ne patëm bllokadën e fillimit, mirë po pas disa takimeve arritën që të zhbllokohet, kështu. A mund të ketë ndryshim, pra, të rrethonave, të kandidatëve qoftë për kryetar të Kuvendit edhe besoj kesh e qartë, ne mund të përsëritem vazhdimisht, mirë po kesh e qartë që propozimi jon pra është Albina Haxhiu. Nuk ka fare lëvizje nga ky. Pra argumentet janë të qarta karshi propozimeve tona. Ne nuk kemi ndërhyrë në propozimet potenciale nga dy parti tjera, sepse është e drejtë ekskluzive e tyre dhe gjithashtu për tri këto funksione pra ka dispozita dhe kushtetuese se kujt i takon, kush e gëzon mbështetjen politike partijake dhe kush vlerësohet pra dhe karshi legitimitetit qytetar dhe mbështetjes me votë që e prodhojnë një të vërtet me të cilën dhe ne kemi vendosur që ta mbështesim tutje. Por partia e vetme pra që e pranoi këtë ftesë, PDK-ja, insiston dhe kërkon